Po, në unë në brekum në unë që ati e ja unë shazeme se e do shumë. Veç për to pa vina. Për cilit vend nga kjo orë? Unë për Minheni. Që shka lut rrugës se kemi ndëgju që kësaj radhe ju ka ro gëgja gjatë për prit? Gjatë nga ka ro shumë, po vështërsi. Qa me bo, të ashtë jënë senet e kufinave, jënë kolonat e gjata, festat, qa me bo. A veni kështu çdo fund vetë në Kosovë? Po. Qysh ju bën mundi kjo momenti kur hyni në Kosovë? E di që gjithë ju e përjetoni kështu gëgja mirë, po si ju bën juve me mundi? Knatësia me modhe është kur të lëshoj për kuplin edhe për kine për pjetë. Vetë vje kere, vetë vish. Është shumë interesant është. Qysh ka lut rrugës, e di që kësaj radhe jeni lodhshëm. Shumë. Sa orë bot për morë në Kosovë? Valloj, që më thënë, jemi kalu... 16 orë. 16 orë. Për Gjermanisë për na veni? Për Berlinit i na ardhen. Ku jeni të shku tash, me qenë se hytë në Kosovë, destinacionin? Të rrushe. Të rrushe, a? A u lodh shumë rrugës edhe të regëm një kështu sinqerisht, a ja vlen e gjithë kjo lodhje që e bëni për Kosovën? Se ju kemi gjithmonë. Qëta është momenti që hinëm ko, i avleti gjithë. U hek lodhja, kush ju pret këtu në Kosovë tash? I kemi pleq këtu, kemi plot dashamire, kemi shoke. Këtë familjen. Edhe të vitin e ri do një me festu këto? Po që ato jemi orë, edhe me votu. Që shka lut rrugës? Po mirë, po marak. A i një lodhë? Hiç. Prej Zvicrës për na vini? Po, prej Zvicrës. Edhe të regëm sot gjatë botë për me orë në Kosovë. Këna flet në Hungari një natë. Apo, do të keni pushu paka? A ke shkolonat gjata atja jo? Jo, valla hes, mirë natë, ja, mirë. Mirë keni kalu? Për marak. Po shoferja është lodhëse. Kom gronë. O shoferja i lodhë. Jo, kjo ka pësit ka... E kom gronë e la 10% për pishime 10%. 20%. Po, një përshëndetje. Po, Ata është televizionit të shtatë, Po. Leonard Kërqukut e përshillim atë shumë. faleminderit. Edhe e përshëndesim. Faleminderit. Tash ku jeni të shku në cilin qytet Kosovës? Unë shkoj në komunën Gjakovës, babajt boks, kjo shkon në Rrogovë 5. Në Rrogovë 5. Rruga e mbar? Hiq. Na tregun që ka pas goxha pritje gjata, sa orë keni prit? Sot s'ka pas hiq. S'ka pas sot hiç. 10 minuta Kroaci Serbi, edhe që 2 minuta. Prej cilit vend po na vini? Prej Gjermanisë. Prej punit. Tërgam një gjithë kjo lodhje, gjithë kjo rrugë që e bëni, a ja vlen për Kosovën? Si ja vlen? Normal si ja vlen. A vini çdo fest këto? 2 herë në vetë çdo fest. Kush ju pret tash këtu kur të vini në Kosovë? Po në unë në brekum në unë që ati e ja unë shazeme se e do shumë. Veç për to pa vina. A ju ka marrë valli për nonën? Qyshja, qysh nga merë. Se ke shumë që familjen atje i ka unë e këto, po do të marë. A ka marrë gruja me vetja qa? Jo, unë e të morë se që për mas kjo. A jeni lodhë? Valla losëm. Po na vini për Gjermanisë, a? Vini çdo fund vit në Kosovë? Çdo fund vit, ne me Shqipëri po kemi. Nga Shqipëria e kemi, a? Okej. E tash ku jeni të shku? Tani do ikim në Prishtinë, do pushojmë pas dhe pastaj do ikim për Për Shqipëri pra. Po, për Tiranë. Te kam a ja vlen e gjithë rruga, e gjithë pritja për me ardhë në vendlindje. Është shumë e lodhshme, por ja vlen. Sinqerisht ja vlen. A ju mungon Shqipëria? Shumë, Çka ju mungon më shumë për Shqipërisë? shumë gjëra. Shumë gjëra, a? Diçka më specifike më diçka? Nuk mundesh me folë, okej. Po juve? A njëjtë, ha? Njëjtë, atë. Ty shka lut rrugës? Jemi lodhë, bëll maltretime, bëll jemi dëshprum për i këratëve, mirë po na nuk nalëm kur. Pse maltretime, çka ndodhi? Po kolona pa lidhje. Kolona? Na e kuptojmë të gjona, po kanë mundësi tjera, gjithërqysh me na trajtu. E vërtet. Jemi kështu po, se kem sefës. A ja vlen nëse vini në Kosovë, pra pse pra? Qysh të vlenë më 25 orë, ka 15 orë kemi pritë dhe më borë me ardhën. Tash ku jeni të shku, në cilin Tash qytet? na jemi të Prishtinës, po banë në Kosovë si në shumica. Këtë zonën përshu që pas ka punu të në kohën, a keni punu kështu me kroabza të në kohën, a? Krejtë rrugën për me e që malet, a? Që shka lutë rrugës edhe ajni lodhë se ndëgjumë se ka pas gëgja shumë? Jo, sot asë një kullodhë s'kena pas këtun, rrugës s'kena ardhë mirë për 15 orë krejtë komplet për Shqipëri. A ja vlen pritja dhe rruga e gjatë që e bëni për më në Kosovë? Ja vlen për edhe tonë në diçka. Këto në Kosovë në cilin qytet jeni? Na i punës klinës, po do në Prishtinë jetojmë do ne. Jeni shpërndo, a? Keni bashkuar prapë. Okej, çka ju bën më ardh kaq shpesh në Kosovë dhe ndoshta festa gjithmonë me i festu këto?
po vendlindja të në jetë, pa morë parasysh, mi po familje, Vendlindja të rreth, a? të shikimi edhe zgjedhjet. A keni ardhur veç për festa dhe për zgjedhje? Mune me thonë ma shumë për zgjedhje. Çfarë mërgjimtohesh këtu? Dyshim për veti. E jo për festa? Unë jam marrë për familje. Kjo ka familje këtu, po na dy të kena familjet e tjera në orë. Mirë se na erdhët në Kosovë. Mirë se u gjetëm. A jeni lodh shumë rrugës si kalut? Jo, mirë kemi kalu. Prej cilit vend po na vini? Në Hanover, Hanover. Tregon tash në Kosovë në cilin qytet, cili është destinacioni? Prishtinë. Në Prishtinë. Po. So ju ka marrë malli për Prishtinën se e kanë dekoru jashtëzakonisht mirë në këtë kohë festive, po besoj që e dini që do këtë shumë mirë Kosovë. Shumë, si në Prishtinë ma. S'ka fjallë. Ju mungon shumë Prishtina? Natyrisht. Këtu keni dikon me zi përprisin me taku, po besoj? Prend. Prend, okej. Edhe unë edhe burri, familjarët e tjerë, rreth joni ngushtë.